Me 6 maj, shoqata turistike Vërçuni shënon 20 vjetorin e themelimit të saj, një përvjetor që përkon edhe me festën e Shëngjergjit, duke mbledhur për të 20 vit radhës banor të fshatit Vërçun që jetojnë qytetet të tjera të vendit dhe jashtë Shqipërisë. Nënkryetaria e Bashkisë Pogradec, Sentela Gusho, vlerësoi rolin e shoqatës në ruajtjen e lidhjeve komunitare dhe bashkimin e banorëve përmes traditës e aktivitetit shoqëror. Kjo nuk është vetëm një festë për ju, po është për gjithë Bashkinë Pogradec, sepse kur bashkohen elementet e historisë, të kulturës, të traditës, e ku ka më bukur se sa të festosh bashkë. Unë përgëzoj të gjithë organizatorët e kësaj feste dhe uroj suksese, jetë të gjatë shoqatës dhe sa më tepër festa dhe sa më tepër vajzat e tim të cilët janë jashtë Shqipërisë, të bashkohemi së bashku për të festuar së bashku këtë ditë të shpejtë. Sot në këtë ditë të bukur, ju uroj nga zemra shëndet, mbarësi dhe begati për të gjithë bafshatarët tanë dhe të gjithë pjesëmarrësit që ndodhen këtu. Le të jetë kjo ditë një moment që na bashkon të gjithëve për të rodhur traditat tona të bukura, për të përcjellë brezave të ardhshëm këto tradita. Për shumë nga të pranishmit që jetojnë larg vendlindjes, kjo festë u kthye në një moment të fortë shmallje me bashkëfshatarët dhe tokë në origjinës, duke dëshmuar se kjo traditë vazhdon të mbajë gjallë lidhjen me fshatin. Ne jemi rritur këtu dhe vim për festën, respektojmë festën e Shëngjergjit. Kjo festë koçidon jashtëzakonisht të mira dhe shkëmbejme, mendime, dashuri, respekt, se vitet ikin, jeta është e shkurtër. Shumë bukur, më pëlqen, edhe mbat qefi që e mbani të traditën e zonës. Kryetari i shoqatës Vërçuni, Gentian Pere, u shpreh se në këto 20 vite, shoqata ka arritur të adresojë një sër problematikash të komunitetit dhe të krijojë ura bashkëpunimi për zgjidhje dhe mbështetje të vazhdueshme. Ne kemi vite të tëra që investojmë në turizëm dhe promovimin e zonës për resurset që ajo ka. Dhe aktualisht themi që kemi arritur pjesën të madhe të objektivave që ne kishim vendosur për kthimin e vërçunakëve në vendlindjen e tyre. Dhe sot siç e pat dhe vetë, ishte një pjesëmarrje masive e të ardhurëve nga Italia, nga Greqia, edhe deri nga Amerika. Gjatë aktivitetit u zhvillua dhe shpërndarja e certifikatave të nderit për disa personalitete e profesionistë të fshatit, mes tyre dhe gajdexhiun Hekuran Pere, kryetarin e bashkisë Ilir Gjakolli, si dhe gazetarin Artin Alili për promovimin e fshatit. Alili ja dedikoi certifikatën operatorit Guido Dervishllari, i cili është ndarë nga jeta para pak kohësh.